Zbulohen detaje nga dasma e Alex Soros, trashëgimtarit të George Soros. Ai pritet martohet sot me Huma Abedi në një dasmë madhështore në Hamptons, ku do të marrin pjesë një mori figurash të fuqishme me prirje të majta. Mes shumë personazheve të ftuar është edhe kryeministri Edi Rama. Sipas mediave ndërkombëtare, Abedin, 49 vjeç, ish gruaja e ish kongresmenit të New Yorkut Anthony Weiner dhe ish këshilltare e Hillary Clinton, do të martohet me Soros, 39 vjeç, në pronën luksoze të familjes prej 14.5 milion dollarësh në Southampton. Hillary, Bill dhe vajza Chelsea Clinton janë në listën e të ftuarve së bashku me Barack dhe Michelle Obama dhe disa kryeministra evropian të lidhur me fondacionin e George Soros. Disa nga të ftuarit e famshëm të çiftit do transportohen me helikopter nga Manhattan për festimet, në cilat ka të ngjarë të marrin pjesë edhe kryeredaktoria e famshme Vogue Anna Wintour, bankieri James Rothschild dhe ish drejtori ekzekutiv i Google Eric Schmidt. Sipas Daily Mail, Huma Abedin po e veshur me të bardha në një darkë të shtruar të premten përpara ceremonisë së sotme. Abedin, 48-49 vjeç, vante veshur një fustan të thjeshtë me gjatësi të mesme ngjyrë shampanjë, me mëngë të valzuara dhe sandale me taka të njëjta. Dhëndri i bëri komplimente nuses së tij, veshur me një kostum ngjyrë kafe të çelët me këpucë të njëjta, ndërsa dyshja e kaloi mbrëmjen duke u shoqëruar me demokrat të listës A, siç është vet Clinton. Çifti organizoi mbrëmjen e së premtes një festë për 10 anëtar të familjes dhe miq në pronën Buzuit të nënës së Soros, Susan Weber, në Shelter Island, në enklavën ekskluzive të Daring Harbor. Mes të pranishmëve dyshohet se ka qenë edhe kryeministri Rama, i cili u nis nga Tirana që më 12 qershor. Ajo që bie në sy është se kryeministri ynë është rrethuar nga demokratët më të zjarrt në SBA dhe armiqtë e betuar të Donald Trump. Mos harrojmë se Trump e ka pasur rivale në zgjedhje Clinton, teksa në zgjedhjet e fundit Barack Obama pati rol shumë të rëndësishëm në kampin demokrat dhe sulmet e Trump ndaj tij nuk kanë munguar. Shohim nëse do të ndikojë kjo festë tek raportet e kryeministrit Rama me administratën republikane.